Armiku te Porta, një fshatar finlandez vrau 542 ushtar sovjetik në vetëm 100 ditë. Gjatë luftës me Carin e vitit 1939, Simo Hajha ishte një njeri i thjesht, që rriste lop, por u shndërrua si snajperi më i tmerrshëm i historisë. Atij i kishin vënë emrin vdekja e bardhë, sepse çdo gjë ndodhi në një periudhë me dëbor. Në fakt, Simo fshihej në dëbor, ndonse edhe në -40 gradë Celsius, madje përdorte vetëm shinjestrën e pushkës, prej metali, pra jo si dylbit që përdorin sot. Për më tepër, refleksi i xhamave të dylbive ndoshta mund edhe ta tradhtonte, sepse nga reflekset mund edhe të verbosh syrin. Megjithatë, Simo preferonte thjesht dhe ishte një mjeshtër. Sipas të dhënave, ai qëndronte orë të tëra në mes të akullit dhe i rrethuar nga dëbora, duke pritur armiqt aty dhe i eliminonte. Në fakt, me kalimin e kohës, lajmi u përhap gjithandej, edhe me sovjetikëve. E kështu atyre u kishte hyrë frika në palc, sepse vdekja e bardhë nuk të falte. Divizionet të tëra refuzonin që të avanconin, e kështu shtabi i përgjithshëm sovjetik dërgoi snajpera, nga më ekspertët që kishin, por nuk e gjetën. Më vonë filluan që të bombardonin zonën ku mendohej se fshihej. Madje dërguan edhe rajder, aeroplanësh për të kontrolluar vendin nga sipër, por asgjë nga këto nuk funksionoi, sepse Simo Hajha ishte kthyer në një fantazm që vriste dhe zhdukej pa lënë gjurmë, sikur ai njeri të mos ekzistonte. Lajmi mbriti në Kremlin dhe divizioni sovjetik u çmend, saqë dërguan një lukuni me makina dhe secili shpërthente granata kudo që shkonin. E kështu njëra nga këto granata i çau gjysmën e fytyrës Simos. Por ata prap nuk e zbuluan. Në fakt, Simo vazhdoi që të kryente të njëjtën praktik për kohë të gjatë, ndonse me nofullën e coptuar. Tregohet se fshihej gjithandej dhe qëndronte aty për orë të tëra, e kështu kur shikonte sovjetikët i qëllonte dhe i eliminonte. I vetëm ai mundi që të eliminonte 542 ushtar sovjetik. E çuditshmja ishte se Simo i mbijetoi luftës kundër sovjetikëve dhe në fund ai u rikthye në fshatin e tij. E filloi që të bënte punën si gjithmonë, të rriste lop, qen dhe kafsh. E kështu vite më vonë fantazma e bardhë apo njeriu më i tmerrshëm për sovjetikët vdiq në paqe në shtëpinë e tij në moshën 96 vjeç. Dhe për çudi ai atë ditë gjendej në punë dhe çuditërisht pranë kufirit të Rusisë. Historia e tij u bë publike vetëm në vitin 1998, dhe kur e pyetën se si arriti që të vriste gjithë ata ushtar, Simo u përgjigj: "Bëra atë që duhej të bëja." Ka histori që shpesh të i kalojnë edhe imagjinatën njerëzore. Ju, çfarë mendimi keni për këtë histori? Pres dhe ndajeni.